Mirëdita të nderuar koleg, fillojmë mbledhjen e grupit parlamentar lidhur me seancën e nesërme plenare. Përpara se të kalojmë tek rendi i ditës, ja kaloj fjalën fillimisht kryetarit për pjesën publike, pastaj vazhdojmë me rendin tonë ditës. Kryetar. Mirëdita. Sot problemi më madhor i ekonomisë tregu dhe qytetarëve shqiptar janë oligopolit. Gjatë këtyre javëve, me të drejtë, jemi ndalur tek oligopoli i hidrokarburëve, i naftës. Por, në tregun shqiptar, nuk është ky i vetmi oligopol. Oligopol në tregun shqiptar është dhe kafshata. Është kafshata. Oligopol është sheqeri. Është mishi. Janë oligopolet, pra janë mumuthët e tregut. Nuk janë fenomen shqiptar, ose nuk janë vetëm shqiptar. Jo. Janë pothuaj pantotenik. Duhet pranuar. Por ndaj oligopoleve, shteti ligjor garanton mbrojtje qytetarit nga abuziviteti potencial i marrëveshjeve të fshehta midis antarëve të oligopoleve. Në qoftë se u merrni sot tregun e hidrokarburëve, janë disa kompani të licencuara. Në qoftë se merrni tregun e mishit, janë disa kompani të licencuara. Në qoftë se merrni tregun e sheqerit, janë disa kompani të licencuara. Por, këto licenca, a shërbejnë këto për të rregulluar tregun? Apo në marrëveshje të fshehtë asgjësojnë konkurrencën? Vetë kuptohet. Oligopoli është një dukuri e ndërmjeme midis konkurrencës së ndershme dhe monopoleve. Oligopolet në Shqipëri, nga një analizë, arrin një veprimtari antitreg, antiqytetar. Kjo sepse peshojnë në kandar dhe blejnë me lecka nga Edi Rama e poshtë. Shqipëria ka ligje.
dhe ligje të mira, të cilat kanë të zbatuara, mbrojnë qytetarët nga oligopoli. Ndaj dhe një nga drejtimet e punës tonë dhe përpjekjet tona do t'jetë mbrojtja e qytetarëve nga oligopolit. Absolutisht ne nuk kemi kundër biznesit kur. Ne jemi partia më pro biznes. Më pro biznes. Në mënyrë të përsëritur, ne kemi denoncuar taksat katastrofale mbi litrën e naftës. Po, më të lartat mund t'jenë më larta në botë, në Europë po, por mund t'jetë më larta në botë kur një litër në tregun Amerikan shitet $1.1 apo $1, kurse këtu taksa është $1.1, kjo të i kalon çdo lloj logjike, ekonomike, dhe pa diskutim është një bazë për çmimin në këtë shkallë. Dhe ne, kudo që do të gjejmë abuzim me taksat, le që ne e kemi modelin takse ullë 10% të gjitha, por ne do studiojmë kudo që janë. Veçse detyrimi ynë është të identifikojmë institucionet e korruptuara të cilat i kanë futur në xhep oligopolet. Se ka një ligj për mbrojtjen e konsumatorit, se ka një zinxhir institucionesh për mbrojtjen e konsumatorit, se që të gjithë si droguar shpyesi njëherë për konsumatorin. Imagjinoni ju, personi që drejton antikonkurencen ishte një nga hajdutët më të papërmbajtur në krye të prokurimeve publike, Benard, si quhet, Biba, Diba, imagjinoni ju se kush merret me këtë amton. Dhe ne dhe qytetarët robtohen, vidhen, ripen nga kafshata në çdo gjë tjetër. Oligopolet do shinushi janë më të këqij se smundjet për të smurë shqiptar. Me çmimet, me të skaduarat, me të gjitha. Pra, është në detyrimin tonë të përgatisim kuadrin më të mirë, alternativen më të mirë, kundër veprimtarisë shkatrimtare mbi ekonominë e qytetarëve të oligopoleve. Të ndalemi në çdo hallk. Të kalojmë në sit të gjitha
faktorët që ndikojnë në këto çmime të tmerrshme. Pse rriten çmimet në Shqipëri si në asnjë vend tjetër? Pse Shqipëria me fuqinë blerëse më të ulët në rajon ka çmime më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian? Është në detyrimin madhor të Partisë Demokratike të normal një luftë frontale në mbrojtjen më të vendosur të interesave të qytetarëve. Çfarë ndodh me ligjet ekzistuese? Janë ligje shumë të mira. Në qoftë se zbatohen, nuk mundet që çmimet të shkojnë lart e më lart. Të shkojnë më lart se sa vendet me fuqi blerëse 5 herë më të madhe se ne. Ndaj dhe aktualisht problem madhor është nafta, se është impreft. Por do të jemi të vërtet, po kaq problem është kafshata. Sheqeri, orizi, mishi, të gjitha këto janë oligopole. Dhe mund të ketë dhe tjera, një sëri tjerash. Edhe njerë, nuk janë fenomen vetëm shqiptar, jo. Jo, oligopolet janë, por ndaj për të mbrojtur konsumatorët, çdo shtet ka ligje dhe institucione të cilat biznese u garantojnë vërtetëri normale, u garantojnë fitimin, u garantojnë suksesin, por nga ana tjetër mbrojnë konsumatorin. Ndërkohë, duhet të jap dy ju e ndigjuat se Edi Rama sillet nga Linda tek Belinda, nga Belinda tek Linda. Kjo është e vërteta. Tani, ky dishmitari rrem u tha shqiptarëve se Mirlinda e Akshit e gjora që na banonte në një shtëpi me qera. Kaq e gjor ishte. Dëshmi absolute të besueshme të njerëzve bashkëpunëtorëve më të ngushtë të saj, të atij që e ka marrë shofer dhe e ka bërë zëvendës drejtor të përgjithshëm, del se zonja ka 2 vila në Palas dhe 1 vilë në Qerret dhe apartamente në Tiranë. Çështja shtrohet, a thirret në skap ky dishmitari rrem që mashtron shqiptar dhe u thot se ajo ka vetëm, ajo është kaq e varfër sa që banon me qera. Natyrisht ai nuk pranon të shkojë, por shqiptar duhet ta dinë. Dhe tani, pse Edi Rama
detyrohet të bëhet dëshmitar i rrem i pasurive të mirëlindës, një njeri mizogen dhe brutal, i njohur për aktet e mizogenisë dhe brutalitetet e tij, që shtyn atë të bëhet avokat i mirëlindës, atë e shtyn fakti se linda e vërtet e Akshit është linda e Surrelit. Këtu është gjithë problemi. Kjo është absolutisht e vërteta. Se mirëlinda e Akshit ka qenë thjesht një zbatuese për arsye se Akshin de facto e ka drejtuar linda e Surrelit, Ergy Sagasi dhe Frangu Bajanak i Edi Rams, kunati i lindës së Surrelit. Pra, rezulton se edhe kjo mbrojtje që i bën Edi Rama mirëlindës së Akshit është për interesa strikt familjare. Strikt familjare. Dhe kemi të bëjmë me një përpjekje tjetër për të gropos një çështje e cila jon për masa financiare, por në për masa tërësore, financiare, ligjore, tjerë, mafioze të i kalon çdo aferë tjetër të këtij vendi dhe në një vend tjetër. Megjithatë, deri tani dosja është turshi. Ergy Sagasi është i lirë. Qytetari digital thot se shkon dhe në Surrel. Pra, kur ndonjëherë vendi nuk ka qenë në këtë paralizë si sot. Shteti ligjor është i azgjësuar. Ëndra europiane e shqiptarëve është e hedhur në lanë. Edhe njëherë, përfaqësues të Bashkimit Evropian kanë sqaruar se nuk është votuar i bari për Shqipërinë. Dhe ata të cilët duhen të paraqesin Shqipërinë sikur është votuar, ata s'kan respektin më minimal për veten e tyre, mashtrojnë popullin, mashtrojnë shqiptarët. Jo, nuk është votuar. Dhe nuk mund të votohet duke u bërë mburoje korrupsionit, duke azgjësuar sistemin e drejtësisë. Çfarë është kapitulli 23-24? Janë sistemi, funksionimi i drejtësisë dhe shtetit ligjor dhe lirive të drejtave. Këto janë, për në kapitull kryesor këta, në kapitull themelor, janë shinat më kryesore. Dhe vlerësimi në këto kapitull mbetin klas. Përpiqet Edi Rama ta mbuloj, i cili është varrmisi i shtetit ligjor dhe luftës kundër korrupsionit. Edhe njëherë,
ju bëj thirrje shqiptarëve. Me datën 17 të gjithë në protest, në kryengritjen paqësore, si zëri vetëm në Shqipëri. Qytetarët në Shqipëri ka mbetur vetëm zëri i qytetarëve. Për t'i dalë zot vetës. Ndërkohë, do ta mbyll me 2 kërkesa tjera për ju, zotëri deputet. Në të gjitha degët e vendit po zhvillohen zgjedhjet. Janë zhvilluar dhe kanë ecur me një normalitet në tërësinë e tyre. Por detyrë më e rëndësishme sot janë antarësimet e reja. Unë bëra dhe dje një mbledhje me drejtuesit politik dhe me koordinatorët. Por secili prej jush është i ftuar të kontribojë në mënyrën më serioze që mund të kontribojë në antarësime të reja. Është jetike për Partinë Demokratike ky proces. Mos harroni që ne kemi një problem madhor, spastrimin etnik për shkak të politikave të Edi Ramës, largim në njerëzve nga Shqipëria. Ndaj dhe duhet ta përparësoni, duhet të kontriboni me të gjithë mundësitë tuaja për antarësime të reja. Duhet ta vlerësojmë në shkallë maksimale. Është kushti gjitha kushteve që kjo forcë politike të rezistoje pamposhtur ndaj kësaj diktature autoritare të bazuar në drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Është pra gjithashtu një tregues në vlerësimin e punës të gjithë secilit. Duhet ta marrim në mënyrën më serioze. Faleminderit.